ti ke shtëpitë e fëmijës që janë me fëmijë ku mund të mbjërsosh pafund, neve shkojmë dhe mendojmë për shtatzani surrogate. Pse? Për kë? Për kë jemi duke mendu këtë? Cili shqiptar është duke mendu për një shtatzani surrogate? Ma thoni do të mu ju këtë? Unë nuk e mendoj që është kjo. Nuk e mendoj që kjo është për shqiptarët. Unë mendoj që kjo është për një lloj tregu tjetër i cili deri disa vite më parë, keni dhëna ndërkombëtare, ishte në Ukrainë. Por Ukraina tash është në luftë prej disa vitesh dhe e kanë pamundur këtë, i duhet një shtet tjetër rrëmuje ku mund t'i bëjnë të gjëra. Dhe vun ligjin kene. Pse? Treg shumë i fortë, nuk intereson gjë tjetër aty. Unë nuk i du femrat e Shqipërisë të transformohen në stalla, që të prodhojnë fëmijë për disa njerëz tjerë se këta paguajnë. Nuk shkon kështu. Kemi qenë familje, në pas familje, deri në familje e kemi të rëndësishme në Shqipëri, tradita është të rëndësishme në Shqipëri, nëse mund të konsiderojmë gratë tona për të bë fëmijë surrogat për disa çifte që nuk i dihet ku janë, me gjithë dramat familjare, personale, shëndetësore që mund ndodhin mbrapa.